Pakufi në Albania FM. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në emisionin e radhës Pakufi. Edhe sot, si çdo ditë, do të lexojmë opinionin e analistëve të njohur të gazetarisë shqiptare në lidhje me problematikat që shqetësojnë opinionin publik. Artikulli që kemi zgjedhur për sot është shkruar nga Mentor Kikia dhe titullohet Qeveria të shkatërroj Republikën e Lazaratit. Sherrnaja e madhe politike, që filloi disa javë më parë, lidhur me trafikun e drogës edhe përmes avioneve, tashmë nuk bazohet mbi hamendësime apo dëshmi fshatarësh që pohojnë në NZ çfarë kanë parë e dëgjuar. Me apo pa dijenin e policisë, autoriteteve të aviacionit, shtetit, qeverisë, ushtrisë e të gjithë së bashku, kapja apo ngecja e avionit në rërën e plazhit të Tivjakës e çon këtë histori përtej debatit politik dhe e bën një çështje përtej autoritetit të shtetit dhe përtej kufive të vendit tonë. Ulja e avionit, qoftë edhe për herë të parë, tregoi se trafiku i lëndëve narkotike nga Shqipëria po kërkon apo kishte vendosur ndërkohë linja më të shpejta e më të sigurta se ato tokësoret dhe detaret. Ajo tregon se Shqipëria po bëhet nga viti në vit një bazë e rëndësishme e prodhimit dhe furnizimit të Europës me lëndë narkotike. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me çështje që prodhojmë vetëm debat politik. Këtu kemi të bëjmë me çështje që rrezikojnë sigurinë kombëtare, rrezikojnë të ardhmen dhe shkatërrojnë çdo përpjekje për integrimin e vendit. Opozita është duke luajtur në një fushë të artë politike tashmë. Pas javësh të tëra akuzash mbi fakte të paprovuara, tashmë i ra avioni nga qielli bashkë në mes të ditës, në mes të plazhit dhe në mes të 10 njerëzve. Duke konsideruar një kërcënim për perspektivën tonë jo vetëm integruese këtë sipërmarrje të madhe kriminale, është e nevojshme që ta shikojmë këtë histori më gjerë se sa plazhi i Divjakës, atje ku ajo buron. Ai avion erdhi aty të marrë drogën e mbjell në Lazarat, Krujt, Tropoja, Shkodër. Por unë do t'i referohem Lazaratit si personifikim i këtij biznesi, si një republik kriminale e krijuar dhe rritur dhunshëm vit pas viti, pa ndonjë shqetësim serioz nga asnjë qeveri. Shkurt, nëse do t'i referohemi fjalorit të opozitës se qeveria e Ramës po shet drogë, duhet të pranojmë se ajo po shet drogën që mbolli dhe korri qeveria e Berishës. Të korrat e para të këtij viti janë fal punës së qeverisë së mëparshme. Për këtë arsye, askush nuk ka të drejtë të fitojë kapital politik me kanabisin, pasi që nga kryetari i komunës deri te kryeministri për 20 vjet me radhë janë përgjegjës për këtë histori. Në kësi rastesh thuhet, duhet të presim fundin e hetimeve, por në këtë rast, ne nuk na duhet fare fundi i hetimit, kur kemi fillimin që po u lëret mu para syve të gjithë botës. Ajo që duhet tashmë dhe me urgjencë madje, është që kjo histori të marrë fund. Dhe fund nuk i jepet duke ruajtur plazhet, as duke vendosur pengesa betoni nëpër aerodromet e ushtrisë që të mos ulen avionet e trafikantëve. Kësaj situate i jepet fund duke bllokuar së pari kultivimin e kanabisit dhe Lazarati është prova më e madhe e një krimi masiv dhe të pandëshkueshëm deri tani. Qeverit më radh, përzier me interesa politike të ndyra, toleruan kultivimin e drogës në Lazarat. Mosndërhyrja e policisë krijoi mitin e fshatit rebel, fshatit të pathyeshëm, i cili për të mbrojtur drogën kishte krijuar ushtrinë e tij dhe ishte gati të bënte luftë për të mos hequr dorë nga ky biznes. Lazarati u mitizua në atë mas sa mediat konsideronin lajm edhe kur një polic futej në fshat. Forcimi i ligjeve, si ai për ndëshkimin e kryetarëve të komunave dhe kryepleqjve në fshatrat ku kultivohej drogë, prodhoi skena qesharake si ajo e arrestimit të një kryeplaku pse bashkëfshatari i tij kishte mbjell 20 rënjë kanabis, ndërsa kryetari i komunës së Lazaratit zhvillonte seminare edukative me kultivuesit dhe trafikantët, duke u dhënë këshilla që tashmë paratë e drogës t'i investojnë në punë të pastra. Policia filloi të punojë si një OJF, duke organizuar takime me fëmijët e Lazaratit, të cilët u këshilluan të thonë prindërve të mos mbjellin më drogë. Më pas u organizuan disa takime me banorët, pra me burrat e fshatit, ata që mbjellin, korrin, paketojnë dhe shesin drogë. Madje në kuadër të socializimit të banorëve, në ditën e uljes së avionit në Divjak, policia zhvilloi edhe një ndeshje futbolli me të rinjtë e këtij fshati. Padyshim që kjo është një mënyrë për të ndërgjegjësuar banorët e një komuniteti të caktuar. Por kultivimi i drogës në Lazarat nuk është një çështje sociale, ajo është një çështje e madhe kriminale.
Për pasoj, ajo nuk zgjidhet duke shndërruar lazaratin në shkollë riedukimi, pasi këto metoda përdoren për ata që gabojnë një herë dhe me punë edukuese futen në rrugë të mbarë. Lazarati kultivon drogë prej 2 dekadash dhe aty janë rritur njerëz me kulturën e bërjes së parave jo përmes punës së ndershme, po përmes mbjelljes së drogës. Janë rritur njerëz që mendojnë se kanë të drejtë ta bëjnë atë punë, sepse nuk kanë punë tjetër. Ndërsa policia nuk ndërhynte, vit pas viti Lazarati e zgjeroi hartën e mbjelljeve duke shndërruar në plantacione droge edhe kullotat e bagëtive. Ndërsa policia bllokonte autobotet e ujit, turistët e huaj guximtar futeshin dhe filmonin tokat e mbjella me kanabis, ndërsa tani është Google që të tregon më së miri agrozhvillimin e këtij fshati. Ndërsa policia nuk ndërhynte, fenomeni apo përvoja e suksesshme e Lazaratit u përhap edhe në fshatrat e Vlorës, edhe në fshatrat e Shkodrës, e Malësisë së Madhe, edhe në fshatrat e Krujës, Tropojës dhe krahinave të tjera. Ndërsa policia nuk ndërhynte në Lazarat për ta mposhtur atë si simbolin e mbjelljes së drogës, vendosi të bllokoj gomonet, me moratoriumin e famshëm detar për të mos lejuar transportin e saj. Sot policia dhe qeveria shqiptare shet me krenari suksesi sasinë e drogës të kapur në kufi me Greqinë, duke u transportuar me mushka, kuaj, makina, kamione, furgon. Ajo krenohet me gomonet e kapura në grykderdhjet e lumenve dhe gjiret e Bregdetit. Edhe pse qindra tonelata sërish kanë qarë rrethimin dhe kanë bërritur në brigjet italiane. Jo, suksesi i policisë nuk duhet të jetë me kapjen e drogës, por ndalimi i kultivimit dhe për këtë arsye i duhet dhënë fund shtetit të Lazaratit si simboli i krimit dhe mosbindjes ndaj shtetit. Për këtë arsye, qeveria duhet të vendosë më në fund të shkatërrojë Lazaratin, jo të shem shtëpit, por të çojë shtetin atje, duke mos u ndalur edhe përballë kërcënimit për reagim ushtarak të banorëve. Ne paguajmë taksa për të mbajtur policinë që të na sigurojë jetën, pronën dhe qëtësinë publike. Por, më shumë se këto, policia po angazhohet ferrave, pyjeve, luginave të përremve, lumenve, bregdeteve, për të shkullur apo kapur drogën e Lazaratit dhe gjithë Lazaratëve të tjerë. Qeveria duhet të vendosë të përdorë forcën në Lazarat, duke angazhuar policinë dhe ushtrinë. Pa dyshim që atje do të përballet me reagime të armatosura, siç ka ndodhur edhe më parë në tentativa të dështuara. Kjo është e pritshme derisa Lazarati është lënë të rritet si një koloni droge. Por që kjo koloni të mos zhndërrohet në një republikë reale, qeveria duhet të ndërhyjë sot, duke marrë parasysh edhe kostot njerëzore. Shkatërrimi i kolonisë së Lazaratit do të jetë fillimi i fundit të gjithë kolonive të tjera. Në fund të fundit, vendosmëria për të shkatërruar Republikën e Lazaratit është edhe prova se sa seriozisht e ka një qeveri luftën kundër trafikut të drogës. Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë se opinionet e autorëve nuk paraqesin domosdoshmërisht edhe opinionin e redaksisë. Akufinj.